nga i grupi i madh që përmenda i rinisë shqiptare, sigurisht ne patëm grupin ton të vogël dhe kemi qenë 5 vajza dhe 1 djalë. Djali është vllai im, Bledar Myftari, ish kryemiftiu i Shqipërisë dhe myftiu i Tiranës. Kemi qenë grupi i parë i studentëve që udhëtuam për në Egjipt. 5 vajza fillimisht dhe më vonë 2 muaj pas nesh kanë ardhur 5 djem. Por nga ato djem vetëm vllai e ka përfunduar me ne, domethënë. Fillimisht kemi studiuar në Universitetin e Al Azharit, kemi shkuar për gjuhë arabe, kemi mësuar gjuhën arabe dhe kemi patur nderin të kishim mësues një shqiptar nga Gjakova, Sheh Taufik Islam Jahjan. Ishte kënaqësi e veçantë të dëgjoje fen në gjuhën tënde burimore, ndërkohë që ne nuk dinim asgjë se vinim nga Shqipëria komuniste. Nuk kishin ato ditë në fillimet e viteve 90 siç është sot, kur mundësia e teknologjisë është apo qofshin edhe librat, përkthimet janë të gjitha i ofrohen çdo studenti. Ne nuk dinim asgjë. Ndoshta nuk dinim të thonim as la ilaha illallah. As Zoti është një dhe i vetëm. Pra, kishte shumë mangësi në edukimin ton fetar. Prap ne morëm një rrugë që do të thoja theu barrierat, theu mitin e 50 viteve. Duke u bërë kështu ishim ne 5 vajza nga Tirana, të gjitha vajzat reja, të vogla. Nuk dinim asgjë nga feja, po dinim nga një Shqipëri e mbyllur. Atje. Si ishte të njiheshit me fenë, por njëkohësisht edhe të dilnit në një vend për shkak se ishit të mbyllur? Me fenë ndoshta nuk është që u njohëm atje. Okej. Personalisht unë e kam patur gjyshin babain e mamit, Hoxh. Një burr vërtet dietar që arriti të mbjetoj regjimit komunist, edhe pse u persekutua në kuptimin ndoshta moral, ndoshta psikologjik, por jo fizik. E kam parë fen si fëmijë e vogël nëpërmjet gjyshit dhe gjyshes, në ato ditët e tyre në të agjërimit fshehur azi, në faljen e taravive fshehur azi, ku dritaret mbuloheshin me badanie të trasha, fikeshin dritat dhe ndisej vetëm një lampë apo një qiri sa për të mos u rrëzuar në atë errësirën totale të dhomës. Dhe dëgjoja si fëmijë me kurreshtin e fëmisë, dëgjoja se si gjyshi lexonte Kur'an, edhe disa shokë të tij që vinin, grumbulloheshin, falnin taravit së bashku, më bënte përshtypje. Dhe ndoshta ishte kjo ajo nxitja e parë që pata tek feja, e pata lutur gjyshin që të më mësonte Kur'an, sa i dinte të lexonte Kur'an, dinte të fliste arabisht, osmanisht, italisht, persisht, arabisht. Domethënë ishte poliglot në kuptimin e gjuhëve.